apo ku jeni? Një vizitë në zonën e Devollit të Sipërm është një herësh udhëtim përmes natyrës së mrekullueshme, por edhe historisë apo traditës. Përpos gjithë potencialit historik dhe kulturor që të ofron, të jep mundësinë të njihesh me traditat e zonës. Unë jam duke udhëtuar drejt Sinicës dhe fshatrave fqinje të saj, Qytez, Arz dhe Nikolic. Përpos njohjes me kulturat dhe traditat e zonës, ne do të njihemi edhe me vendet atraktive që mund të vizitohen këtu. Mjafton që të marrësh rrugën dhe të udhëtosh për afro 22 kilometër nga Bilishti për të njohur me bukuritë dhe vlerat e këtyre zonave. Arti, një zonë shumë e bukur kjo. E vërtet, të flasësh për fshatrat e kurorës së Devollit të Sipërm është aq e lehtë dhe e vështirë. Lehtësia qëndron tek fakti ku gërshetojnë më së miri në mënyrë perfekte traditat kulturore, artistike, arsimdashëse me një biodiversitet të shkëlqyeshëm. Në asnjë vend tjetër nuk mund të gjesh më pranë pyllin, lumin dhe traditat mikpritëse të këtyre banorëve, të cilët tani kanë filluar të kthehen dhe të japin po ato vlera që ka pasur më përpara kjo zonë. Ne në fakt do i vizitojmë një nga një fshatrat Qytez, Sinic, Arz, Nikolic. Çfarë të përbashkëte, por edhe të veçante kanë këto fshatrat me njëra tjetrën? Të gjithë fshatrat, të 5 fshatrat që ju përmendët, kanë të veçantë këtë gjë që do të përmend unë tani. Secili fshat ka mikroklimën e vet, karakteristike të zonës, ndërsa e përbashkëta midis këtyre të gjithë fshatrave është mikpritja, traditat kulturore, kulinaria, të cilat gërshetojnë dhe japin vlera të këndshme kësaj zone. Qyteza është fshati i parë që ne ndalemi përpara se të mbërrijmë në Sinic. Është një fshat i vogël me bukuri të rrallë, me spyllit, me shtëpi të bukura të ndërtuara afro një shekulli më parë. Qyteza shtrihet në luginën midis kodrave të Padishtës dhe Korijes. Në mes tyre gjarpëron një lum i vogël, i cili derdhet në degën kryesore të lumit Devoll. Nga gjetjet në fshat del se është një vend banimi i hershëm, madje qytezarët kanë qenë ndër të parët që kanë ngritur shkollën shqipe në Devoll në vitin 1889. Në vitin 1934 fshati kishte 140 shtëpi, por më vonë filloi të paksohej. Sipas banorëve të zonës, mbi 80 familje nga ky fshat emigruan drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sot ne gjejmë të braktisur nga të rinjt, janë shumë pak familje këtu, por e rëndësishme është se bashkë me Sinicën, Arzën dhe Nikolicën janë destinacione mjaft interesante që janë projektuar për të patur një zhvillim në të ardhmen. Duke parë se çfarë shembulli jep Qyteza, edhe me këta pak banor që kanë mbetur, duhet thënë se është një fshat tipik shqiptar që ka ruajtur brez pas brezi traditat, kulturën dhe zakonet. Janë këto vlera që banorët shpresojnë tek rikthimet dhe pse jo, me infrastrukturën e re rrugore dhe me ndërtimet e reja, ta kthejnë këtë fshat në një destinacion të mirëfill turistik. O për në vla, kjo moj pe mazër deli, apo unë jam një... Profesor, na fol pak për Qytezën. Si është Qyteza? Fshati Qytezë ka qenë shumë fshat me kulturë. Që në vitin 1936 është bërë ujëselci i fshatit nga 2 kilometra largë. Me aty jemi dhe sot, 136. Në 36 bërë centrale elektrikë. Kur nuk isha skorqa dritë, ne kishim. E bënë vetë qytezarët. Kemi shoqatën tonë qytezare në Amerikë dhe jo kanë ndihmuar. Fshati ishte bërë me kaldrëm, po jo kaldrëm se kjo. Kaldrëm me gurë në kembë, si që kishte korsa që moti. Ngritën dhe shkollën. Shkolla jonë është e 4-ta mbas shkollës së parë shqipe në Korçë, në 400 e parë. Arsimimi i njerëzve ka qenë i vazhdueshëm. Zakonisht ne qytezarët kishim arsimin. Edhe kur dinë që këtej se kam i bërë historikun, e kam bërë unë, dilnin 57 mësues nga Qyteza. Çfarë ka nxjerrë Qyteza?
Qyteza kanë nxjerrë edhe fizikantë. Kanë nxjerrë që është akademik në UNESCO edhe ka shkuar në SHBA, në UNESCO. Kemi Vali Duka, është historiane në Tiranë. Charles kemi pasaj, agronom, Mjaltasja është doktor, koordinatori i Universitetit Zonja e Këshillit Mirë në Tiranë. Do me thënë që nga tërdeket, qytetet janë përqafuar. Unë jam e ardhur këtu e martuar, kam 55 vjetë që kam ardhur, po këtu ishte aeng, këngë e valle. Vinim nga puna si mësusë, kishim dhe ne, familjari ishim bache e gjera. I linim atone, visheshim me të vjetrat, punonim në darkë, ne vinim në anët këtyre korijeve, të veshura, kush merte gjizë, kush merte, ne i thoshim thjeron ka të thata, bënim zjarë, këngë e hare. Unë kam qenë mësuese në këtë shkollë 5 vjetë. Më vjen kaq keq kur e shikoj dhe një plakate që kishte në mur e kanë hequr. Çfarë gjemë sot në qytet? Tashi, sot në qytet këto familje që kanë mbetur, jo se janë keq nga ekonomia, sepse që të gjitha përpiqen si e si të punojnë, janë pak. Janë shumë pak. O për në vlahi, o moj pema. Sinica është një nga fshatrat më të vjetër të Devollit të Sipërm. Ky fshat është i vendosur në një vend të thellë malor shkëmbor në jug perëndim të krahinës së Devollit. Është i vendosur në një luginë e cila e bën të mbrohet nga rrymat e ftohta të dimrit. Në lindje ka kodrën e quajtur Zanog, emër që e ka marrë edhe njëra nga lagjet e cila është e vendosur në këmbët dhe trupin e saj. Ndërsa në perëndim ndodhen kodra dhe faqja e malit të Moravës, si dhe kodra e bukur e Shën Thanasit me lisa qindravjeçar. Tereni i fshatit është mjaft i thyer dhe i thepisur nga gryerjet e shumë prenjve. Disa nga këta prenj derdhen përreth fshatit në lumin e Sinicës, i cili e përshkon mes për mes duke ndarë në 2 pjesë. Fshati ynë është fshati hershëm. Në bazët të kërmimeve që janë bërë, daton me shekullin e 6 para erës së re. Ato vlerat që ka gjetur si byzëlyke, një kamë, ndodhen në muzeun e Korçës, në muzeun mesetar. Është fshat i ershëm, fshat që ka pasur tradita, vazhdon tradita në shoqatën për parimin në Amerikë, ne ecëm prapë në gjurmët e tyre për të mbajtur ato tradita që kemi pasur. Fshati ka qenë rreth 557 frymë në lagjen poshtë dhe 127 afërsisht me gjendjen civile të vitit 1930. Ka qenë fshat i populluar. Emigracioni si në çdo fshat në atë kohë ishte edhe në fshatin tonë, ku nuk kishte familje, flas për lagjen poshtë, që të mos kishte një njeri jashtë nga pjesëtarët e familjes. Kjo detyroi fshatarët që të ngrejnë edhe një shkollë në vitin 1936 për nevojat dhe dashurinë që kishin për arsimin. U hap shkolla në vitin 1936 me mësues Manthodonën, një mësues i përkushtuar shumë, i ka dhënë fshatit shumë, dhe kuadrat e pare që dolën në 47-ën, ku futet këtu edhe Teodor Laço, Jani Depo, Dionis Themeli, ku futet Petri Skendi, që një herë të dëgjuar, që kanë drejtuar ekonominë e shumë të tjerë, ku ishin 96 nxënës në atë kohë, vazhdonin edhe në lagjen poshtë dhe në lagjen lartë. Dhe sot e kësaj dite ne që nga 2015 dhe deri sot, me një shoqatë që përbëhet nga 284 anëtar, me kryetar Koço Tahirin, kemi investuar dhe po investojmë që ta mirëmbajmë dhe ta kthejmë këtë në muze.
Nëse vë dorë mbi Petron, blidhe një shami të zezë për Hankon. Kjo thëmje është shkëputur në një nga sekuencat e filmit Kush vdes në këmbë, kushtuar Petronini Luarasit. Ky film është xhiruar pikërisht këtu, në lagjen poshtë në Sinicë. Një film që tregon shumë për përpjekjet e Petronini Luarasit për përhapjen dhe ngritjen e shkollave shqipe. Është kaq bukur teksa sheh që në këtë fshat gjen edhe gjurmë të kinematografisë shqiptare. U xhirua filmi në rrugicat e fshatit, ku pasqyrohet edhe kjo rrugë që shkonte për në kishën, në shkolla, edhe rruga tjetër që kemi, që shkonte në shtëpia e Sotir Themelit, që ishte një nga shtëpitë e përshtatshme, ashtu si kundër ishte në vendlindjen e vetëm mësuesit Petronini Luarasi. Por për fat të keq ajo shtëpi u doq tani, është ndërtuar e re, po ajo vlerë e asaj shtëpie nuk është, me atë balkon, me ato karete, me dy kate, më thëtë. Në qendër të fshatit dallon kisha e Shënkollit, e cila është ndërtuar në vitin 1850, me kontributin e sinicarëve dhe mjeshtrave nga zona të tjera. Nga ana ndërtimore bën pjesë në grupin e bazilikave me mbulesa qemerësh dhe kalota me vlerë të arkitekturës post-bizantine që haset edhe në disa kisha të Korçës. Në këtë fshat prej shekujsh kanë bashkëtuar 2-3 lagje me besime të ndryshme ortodokse dhe muslimane. Harmonia fetare është ajo që karakterizon këtë fshat. Banorët pa dallim shkonin mirë me njëri tjetrin, edhe brezat e rinj u rritën me këtë harmoni duke u dashur dhe respektuar. Bashkëtesa e mirë midis dy besimeve fetare, sipas banorëve, duket edhe në festat e fshatit ku janë të ndërsjellta. 20 maj është festa e Shënkollit, ku përveç sinicarëve të krishterë, pjesë e kësaj feste bëhen edhe bashkëfshatarët e tyre musliman, gjë që tregon modelin e bashkëtesës fetare. Si muratur, vetë fshatarët kanë investuar, por thonë, sipas të thënave që kanë qenë ustallarët, mjeshtrat kanë qenë nga kolonja, që i paguante vetë fshati edhe kanë ngritur të kishë. Kishë që kemi Shënkoll, quhet Shënkoll, dhe në datën 20 të çdo viti, ne kemi atë festë që e quajmë festa e fshatit, e quajmë dhe këtë 20 majin si dita e përkujtimit të Shën Nikollës. Kemi një harmoni të shkëlqyer, të trashëguar brez pas brezi. Shembujt janë të shumtë. Unë një shembull do të tregoj, është një shelj karakteristik atje, shumë vjeçar, një shekull, pa një 4 vjet, në qoftë se llogarisëm gjyshin tim me të ndjerin Selim Memeli, e cili ishte shok i ngushtë me gjyshin tim, dhe i thotë, do bëjmë një grasht, e kanë bërë grashtin brenda ditës, shoqëri shumë e ngushtë. Të njëjtën gjë me shumë fshatarë të tjerë, domethënë lidhja ishte shumë e ngushtë dhe është dhe sot e kësaj dite vazhdon e traditë e viteve e shumë viteve përpara. Domethënë këtu janë në lagje të ndara, jetojnë ortodoks dhe muslimanë. Muslimanë, po. Po kemi shkuarje të mirë. Nëse ne flasim për këtë festën e Shënkollit sot, traditë kjo e kthyer më përpara festohej sikush në shtëpitë e veta dita e Shënkollit. Por sot e kemi nga 90-ta e këtej, e kemi të ligjëruar. Domethënë kemi bërë si rregull, si ligj, që quhet festë e fshatit. Në zonën e Devollit të sipërm kemi parë shumë vende të bukura dhe me histori, por nuk na hasën syt askund një vend të tillë, një atrakcion kaq të veçantë si ujvara Vala e Madhe. Dhe po, në Sinicë do të gjeni këtë mrekulli. Është dhurata që mëma natyrë i fali këtij fshati, që krahas traditës mikpritse, bukurisë natyrore, klimës së freskët dhe ajrit të pastër, të kishte dhe këtë mrekulli. Ujvara e Valës është një burim kryesor i degës së Devollit në Sinicë, e cila edhe në dimër dhe në bear nuk shteron asnjëherë. Përveç freskillekut, luan një rol të rëndësishëm në biodiversitetin e klimës të këtij fshati.
Si e quajnë ndryshe këto ujvarë sinicarët? Vala e madhe e gurit, e cila përpos të gjitha bukurive që afron, na jep magjepsen e natyrës së Sinicës. Apo unë jam nisur, o për në vlla, jo moj pema. Gatimet tradicionale në Sinicë nga duart e shkatha të anvisave janë shumë të veçanta. Ndër përbërësit kryesor të gatimeve të kësaj zone janë mishi dhe perimet, duke mos lënë anash edhe ushqime të tjera që janë pjesë e tavolinave shqiptare. Vlen të përmendet lakroi me dypet, kulaçi i grurit dhe mistrit, dretaniku, petaniku e të tjerë. E në fakt janë këto gatime që tërheqin turistët. Si një zonë e thellë, Sinica nuk ka shtëpi pritse apo restorante. E vetmja bujtin është hapur rreth vitit 2020, duke pritur dhe përcjell sidomos gjatë fundjavave vjetra turist. Lakrori, pula me petë, petva të fshira, fasulniku, llallaniku. Këto janë një nga ushqime më të kërkuara, të veçanta për zonën tonë. Ndërkohë, na tregon një gatim të veçantë që ju e gatuani dhe që shpesh herë turistët e kërkojnë. Pula me petë është më e preferuar. Edhe llallaniku, po pula me petë është më e preferuar. Ajo është me porosti. Apo unë jam nisur, o për në vlla, jo moj pema, zerdeli. Pothuajse të gjithë burrat e Devollit të Sipër ndijnë të këndojnë mirë këngët popullore. Ato këndohen jo vetëm në përdasma, por edhe në sebepe të vogla në fis. Në të shumtat e rasteve, këngët popullore shoqërohen edhe me vegla muzikore si tamburaja, fylli dhe gajdja. Para viteve 1990, organizoheshin brenda dhe jashtë Trevës edhe festivalet folklorike. Në këto veprimtari këndoheshin jo vetëm këngë popullore, por edhe këngë të lehta dhe humoristike dhe luheshin gjithashtu edhe vallet popullore, burrash apo grash. Në sofrën e Devollit të bukur, të qëndisur nga duart e devollinjve, kam buruar dhe këngë shpirtërore, një folklor i begat. Nuk është pjesa vetëm e Devollit të Sipër ku ne po flasim, por për të gjithë Devollin. Devolli bën pjesë në isopolifoninë e toskërisë veriore, ku njeri ja merr dhe tjetri ja pret dhe të tjerë të mbajnë iso. Kjo është e praktikuar si për burra edhe për gra. Këngët janë të ndryshme, janë të karakterit të ndryshme, janë karakteri liriko-epik, dhe kjo është për vetë faktin se edhe Devolli ka qenë një zonë shpeshere e sulmuar edhe nga të huajt, por ka ditur që të mbrojë në folklor në 3 drejtime, në folklorin muzikor, në folklorin koreografik dhe në të letrar. Përsa i përket folklorit muzikor, pjesa e polifonisë si që nisa në fillim, këngët janë me iso, një e merë tjetër e pret si për burra dhe për gra dhe kanë qenë pa shoqërim orkestral. Pastaj ka filluar ka hyrë fylli, janë shoqëruar me gajde, janë shoqëruar vallet e kënduara janë më shumë të praktikuara, të cilat vazhdojnë edhe sot në dasma, gratë mblidhen dhe kërcejnë valle të kënduara. Përsa i përket valleve, ne kemi Devolliçën, që është një nga perlat e fuqisë shpirtërore të devollinjve, një valle që nuk dihet datimi se sa vjet ka që është krijuar. Ajo fillimisht ka qenë në valle e kënduar, pastaj më vonë hyn në elementet muzikore, orkestrale, të cilat e shoqërojnë. Veç valles Devollit, mund të përmend valle 25 Gërshetat, valle Beraçe, por më kryesorja është valja e Sufarapit, e cila i përket fshatit të Sinicës. Në kohën e Ali Pash Tepe Elenës, këtu ka ardhur një general i tij, Sufarapi, ai erdhi sepse këtë fshat dhe qytetin dhe Sinicën dhe Dardhën i sulmonte turku shumë herë dhe në një moment të përshtatshëm kryeplaku i fshatit i bëri një letër Ali Pash Tepe Elenës dhe në momentet mblodhi fshatin dhe kur po vinte i Sufarapi, ky burr trim, kaçak i fortë, kryeplaku la një djalë të vogël që të njoftonte, që t'i bënte një surprizë i Sufarapit. U mlodh fshati
ai duke biseduar me burrat brenda, jashtë ishte bërë një pritje madhështore, ishin veshur gratë e fshatit, vajza të bukura me xibune, me ato veshjen karakteristike që ka kostumi. Kur doli Isuf Arapi që mbaroi mbledhjen, ata filluan po kërcenin një valle, po ishin vajza ai të bukura dhe filloi po kënaqej. Në fund të kësaj pritje, ai tha, kushdo që ta sulmoj këtë fshat, do ketë punë me neve, dhe ka qenë në mbrojtje të kësaj pjese. Pas sa kohësh u bë një dasëm fshat dhe dikush ta kërceni vallen e Isuf Arapit. Ajo nuk i përkushtoi, nuk dije që ishte për Isuf Arapi, ishte një valle kënduar që këndoni, me po e kërcen aq bukur këto vajzat, sa i e pëlqeu dhe i mbeti valli e Isuf Arapit. Duhet një mekanizëm për ta mbrojtur folklorin, për ta mbrojtur vallen e bukur të Devolliçës. Ne kemi fatin e mirë që ajo u shpall kryevlerë kombëtare dhe unë jam në pjesën e komisionit të shoqatës Devolli dhe të bashkisë Devollit që përgatitëm dosjen për ta çuar në UNESCO dhe presim që ajo të miratohet. Ne plepi lishtin mojnë, ne plepi lishtit. Ne plepi lishtit moj dy martin arana. Na jo brandy trima moj mamalja me Selmana. Bir Selmani në soq të shkëtë qaj me parë. Malen e kam një pëmë. Një tjetër fshat i Devollit të Sipërm është Tarza. Ky është një vendbanim i hershëm rreth 600 vjeçar. Shtëpitë e këtij fshati malor ruajnë tiparet karakteristike të ndërtimeve dykaqe të ndërtuara me gur. Sipas banorëve të zonës, aktiviteti ekonomik kryesor është buqësia, e cila zhvillohet kryesisht përgjatë luginës së Devollit. Ndërkohë që ky fshat është i njohur në zonë për Dobërgorën apo Malin e Mirë dhe vakëfin e saj një objekt kulti që po tërheq gjithmonë më tepër vizitorët vendas. Arza gjithashtu është përzgjedhur për programin zhvillimor të 100 fshatrave të Shqipërisë për turizmin rural, ndërsa fshati i fundit, Nikolica, ndodhet në krye të luginës së Devollit rreth malit të Gramozit. Ky është fshati kyç që lidh krahinën e Devollit me atë të Kolonjës nëpërmjet këtij mali. Me ty edhe djala Devolli, as më merdo dhe. Fshati jonë është një fshat malor. Si frymë këtu janë po aqë dhe 130-150. Kjo i ka detyruar të shpërngulen, se këtu nuk kanë nëse merren njerëzit, vetëm ajo toka. Toka jonë këtu në përgjithësi nuk t'i jep të ardhurat që të mbulojë ekonominë e shtëpisë. Tash kjo për fshatin tonë kjo është prishmëria më e madhe që ne kemi shpresa për shembull që të ripërterihet fshati, se për sa i përket në drejtim të vendit turistik, ky i përmbush kushtet. Po të vi me ty ore djala Devolli, hajde unë të... Rrugën kemi bërë tash, kemi bërë lidhje në këtu me Dardhin edhe nga Sjenica po ashtu dhe me Nikolicin. Po bie shio moj pe mamoj. Prej vitesh, fshatra të braktisur sot po frekuentohen shumë nga guidat për historinë dhe natyrën që mbartin. Kjo zonë e pasur me traditë, kulturë dhe histori është e njohur edhe për pejsazhet natyrore dhe gatimet tradicionale të zonës. Dhe nëse vjen këtu, mrekullohesh edhe nga mikpritja vendase ku dyert qëndrojnë gjithmonë të hapura për miqt. Harmonizimi i vlerave kulturore me mjedisin e bukur përreth e bëjnë këtë zonë një destinacion turistik, çka po rikthejnë vendasit për të pasuruar këtë fshatra me ndërtime të reja. Nga zona e Devollit të Sipërm, për News 24, Lorena Kodra.